Çfarë ndodhi predikimit ekspozues? Shkrimet të zgjedhura. Sikurse mund ta keni kuptuar, unë kam lindur në Skoci dhe kam kujtime shumë të gjalla të dielave atje, pasi ato ndryshojnë shumë nga e diela e zakonshme në Amerikë. Po të kishit një papagall, ai nuk lejohej të luante në degën e tij ditën e diel, pasi kështu do të argëtohej, dhe sigurisht që kjo nuk lejohej. Edhe pse shkonim në një sallë të madhe misioni në qendër të qytetit, shpesh më çonin në një kishë presbiteriane të quajtur St. George's Throne, e cila tani njihet më tepër për shërbesën e Eric Alexanderit. Tani atje shërben edhe Sinclair Fergusoni. Nëse keni marrë pjesë ndonjëherë në atë kishë, rutina e zakonshme të dielave në mëngjes, të paktën ajo rutinë që ishte herën e fundit kur unë shkova atje, është e njëjta që ka qenë edhe para 40 vjetësh. Në orën 11 pa 5 apo pa 6 minuta, para se të fillojë shërbesa e mëngjesit, kujdestari i kishës del nga dera poshtë foltores duke mbajtur një Bibël të madhe në duar. Pastaj ai ngjit shkallët dhe e vendos Biblën mbi foltore. E hap atë dhe vendos disa shenjues të mëdhenj në vendin ku është leximi i ditës. Ai ndalon për një çast, zbret shkallët dhe nuk duket më. Pastaj kthehet pothuaj 1 minutë më vonë dhe kësaj here del para predikuesit dhe më pas kalon anash. Predikuesi u ngjitet shkallëve ngadalë dhe ulet. Kujdestari e ndjek duke u ngjitur shkallëve dhe e kyç atë në foltore, duke mbyllur derën dhe duke e kthyer dorezën për t'u siguruar që predikuesi të mos dalë. Kur isha i vogël, gjithmonë ishte e dukshme për mua që, pavarësisht se çfarë do të ndodhte në vazhdim, sigurisht që do të kishte të bënte në një farë mënyre me librin e madh që sapo ishte vendosur atje lart. Ndërkohë që dukej sikur burri po qëndronte sipër librit, në realitet ai po qëndronte poshtë tij. Ai po qëndronte poshtë shkrimit të shenjtë dhe jo sipër tij. Ai ishte gati të bënte atë për të cilën flet Jim Packeri. Domethënë, ta linte tekstin që të fliste. Ai do të predikonte Biblën duke predikuar Biblën. James W. Alexanderi, kur po shkruante për presbiterianët skocez në një epokë më të hershme, tha: "Mes presbiterianëve skocez, çdo burr dhe grua, jo, pothuajse çdo fëmijë kishte Biblën e vet të xhepit në kishë, dhe jo vetëm që shihte tekstin, por verifikonte çdo citat, dhe duke qenë se në pjesën e vet më të madhe predikimi ishte ekspozues, rrjedhoja e pashmangshme ishte që e gjithë popullsia u njoh nga afër me strukturën e çdo libri të Biblës. Për më tepër, ata ishin në gjendje të mbanin mend çdo pasazh bashkë me të vërtetat përkatëse që e shoqëronin atë. Ky citat vjen nga libri Mendime mbi predikimin, Thoughts on Preaching, botuar nga Banner of Truth. Ky libër u shtyp sërish në vitin 1975 dhe citatin e gjeni në faqen 240. Disa prej jush mund ta kenë këtë libër. Richard Baxteri, në një epokë më të hershme, u kujtoi bashkë pastorëve të tij vendin qendror të predikimit kur tha: "Ne duhet të jemi serioz, të sinqertë dhe të zellshëm në çdo pjesë të punës sonë. Puna jon kërkon një shkathësi të madhe dhe, në mënyrë të veçantë, kërkon një jetë dhe një zell edhe më të madh nga sa i kushtojmë ne. Nuk është gjë e vogël të qëndrosh përballë bashkësisë si i dërguar nga Perëndia i gjallë dhe në emër të shpenguesit. Nuk është gjë e lehtë të flasim aq qartë sa të na kuptojë edhe më i padituri dhe me aq seriozitet sa që mesazhin ton ta ndjej edhe zemra më e ngurtë dhe me aq forcë bindëse sa t'i mbyllet goja edhe grindavecit më të madh." Ky citat është shkëputur nga libri Pastori i Reformuar, The Reformed Pastor, faqja 117. Është e qartë që çdo mungesë apo largim nga predikimi ekspozues do të sjellë rezultate të pakundërshtueshme dhe të padëshirueshme. Si do ta thërrasim pra atë të cilit nuk i besuan? Thot Pali. Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë pa predikues? Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin ungjillin e paqes, që shpallin ungjillin e së mirës. Afërsisht 50 vjet më parë, në fakt, tani kanë kaluar më shumë se kaq, Sangsteri, predikuesi i madh metodist në Britani, e nisi një vëllim mbi predikimin me këto fjalë: "Predikimi është lënë pasdore. Bota nuk beson më te predikimi." Sot në fillim të një mijëvjeçari të ri, sigurisht që në fillim të një shekulli të ri, për ju që ende prisni të kalojnë edhe 12 muaj para se të fillojë mijëvjeçari, gjithsesi, kudo që të jeni, situata është edhe më serioze. Predikimi ende vazhdon të lihet pasdore, por kësaj here një pjesë e madhe e kishës nuk beson në të. Dëshiroj t'ju them se kjo është çështja themelore me të cilën ballafaqohemi ne.
Pjesa më e madhe e asaj që dëgjohet sot nga foltoret bashkohore nuk do të njihej as nga Aleksanderi, as nga Baxteri dhe as nga Sangsteri si ndonjë gjë e ngjashme me atë lloj mësimi ekspozues të Biblës, që është pikërisht kjo: mësim i bazuar te Bibla, i fokusuar te Krishti dhe jetë ndryshues. Një pjesë e madhe e asaj që dëgjohet nga foltoret bashkohore nuk karakterizohet nga qartësia doktrinare, nga një ndjesi serioziteti ose nga një argument bindës. Sigurisht, në thelb të asaj që po them, është bindja se predikimi i vërtet duhet të karakterizohet nga qartësia doktrinare, nga një ndjesi serioziteti dhe nga argumenti bindës. Qasja që fillon me një tip që mban mikrofonin në dorë dhe thot: "Mirëmëngjesi të gjithëve, jam shumë i gëzuar që patët mundësi të vini. Nuk dua t'ju shqetësoj apo t'ju bezdis në asnjë mënyrë, sigurisht që nuk dua t'ju predikoj. Në të vërtetë, nuk e di pse jam këtu, por kam disa..." Ky është rasti kur personi i zakonshëm është ulur aty dhe thot: "Çfarëdo që të ndodh, nuk ka fare lidhje me rastin kur kujdestari i kishës ju ngjit shkallëve në atë kishën presbiteriane në qendër të Glasgow-t." Këto janë dy koncepte krejt të ndryshme në lidhje me atë që po ndodh. Ne jemi mësuar më tepër nga ç'duhet me predikimin që zorse i kushton vëmendje Biblës, që përqendrohet te vetja dhe përpasoj është në gjendje të ndikojë vetëm në mënyrë sipërfaqësore në jetët e dëgjuesve. Kjo do të ishte mjaft keq në vetvete, por bëhet edhe më problematike nga fakti që shumë nga kisha, të cilët dëgjojnë gjëra të tilla, janë krejt të pavetdijshëm se ajo që po u serviret është thjesht një qetësues dhe jo ilaçi i vërtet. Prandaj, ata largohen të kënaqur me ndjenjën që kjo u ka sjell një farë dobie, një ndjenjë që e fsheh seriozitetin e situatës. Ata janë si njerëz që pinë nga ato pijet e tundura. Nuk e di se çfarë kanë brenda tyre, por ju jepet një paketë të vogël me pluhur, e hidhni në enë, i shtoni qumësht dhe ujë dhe pija është gati, plot me shkum. Si e bëjnë? E di që ka një farë reaksioni kimik, por nuk e kam idenë se çfarë është. Mirë, po mua më duhet të pinja 7 gota derisa ta mbaroj. Ishte thjesht një paketë e vogël dhe unë shtova vetëm 250 ml ujë, e megjithatë u bë një gjë shumë e madhe. Cili është qëllimi i kësaj pijeje? Që t'ju fry, t'ju bëj që të ndiheni të mbushur, që t'ju bëj të thoni me vete: "Nuk kam nevojë për krah pule apo për brinj qengji." Prandaj ju nuk hani krah pule dhe brinj qengji. Kështu, kjo ju krijon iluzionin psikosomatik që vërtet keni pirë një pije milkshake shumë të shëndetshme dhe tani jeni gati për të filluar ditën, kur në fakt ju po vdisni urije. Pikërisht kjo i ndodh edhe një bashkësie. Ata fryhen me lloj-lloj gjërash. Dhe kjo u jep ndjesinë që, në një farë mënyre, kanë ngrënë një vakt, por disa orë më pas thonë: "E di çfarë? Nuk jam i sigurt nëse ajo pati ndonjë efekt." Ndjej një uri aq të papar sa mund të ha një kal të tërë dhe pastaj të ha edhe kalorsin. Kështu, në mungesë të bukës, popullsia nisi mësohet me kekun. Disa vjet më parë u kënaqa me privilegjin e predikimit në një vend ku disa prej jush do të kenë qenë. E kam fjalën për kishën episkopale të Shën Andreas në Nathan Road në Hong Kong. Kjo është një kishë ungjillore anglikane dhe atje organizojnë takime me ndihmën dhe mbështetjen e konventës së Keswickut. Ata kishin një foltore, por nuk e përdornin kurrë. Organizatorët ishin të shqetësuar që predikuesit do të dukeshin si të pakorrigjueshëm apo të pagabueshëm. Prandaj, ata siguruan një foltore të vogël si kjo, ku predikuesi të vendoste Biblën ndërkohë që fliste. Folësi tjetër ishte një burr i mirë, të cilin nuk e kisha takuar kurrë para konferencës. Të dy ne flisnim çdo mëngjes. Disa mëngjese unë predikoja i pari dhe disa të tjera predikonte ai i pari. Kurdoherë që niste një mesazh, ai dilte përpara, e merrte foltoren e vogël, e vendoste atë më një anë, pastaj qëndronte pas dhe fillonte të fliste. Ky folës nuk donte që ndokush të mendonte se ai në fakt po u përcillte ndonjë gjë autoritare, provokuese apo me një ndikim të thellë. Ai thjesht donte që ata ta dinin se ai po mbante një fjalim të vogël dhe se donte që të gjithë ata të kalonin një mëngjes shumë të këndshëm. Ai donte që dëgjuesit të çlodheshin. Mendoj se kjo është e këndshme dhe të përfitonin nga stili i tij bisedor. Mendoj se motivi i tij ishte absolutisht i mrekullueshëm. Kur më vinte mua radha për të predikuar, po të isha i dyti, shkoja dhe e merrja foltoren dhe e vendosja në vend. Kur ktheheshim në mbrëmje, nëse foltorja ishte ende atje, zotëria nga Zelanda e Re e merrte foltoren dhe e vendoste më njanë. Kështu vazhduam për 5 ditë me radhë. Sa herë çohej ai, e lëvizte. Sa herë çohesha unë, e ktheja në vend. Para se java të përfundonte, ndodhën 2 incidente që nuk mendoj se ishin domosdoshmërisht të lidhura mes tyre. E para
i shpjegova bashkësisë se arsyeja pse e merrja foltoren çdo herë nuk ishte që të kisha një vend ku të vendosja Biblën, por nga që nuk doja ta humbisnin simbolizmin e pasjes së një foltoreje në qendër, gjë që tregonte se fjala ishte në vendin parësor dhe të merituar. Doja që Bibla të ishte absolutisht qendrore për gjithçka që po ndodhte. Dhe foltoria ishte një simbol për këtë gjë. Nuk e vras mendjen nëse do të ishte një kuti kartoni, por ajo ishte në mes dhe kjo ishte e qëllimshme. Në fund të fundit, vura në dukje që nëse predikuesi do të rrëzohej apo do të zhdukej, bashkësia ende do të vazhdonte të ishte e përqendruar në vendin e duhur, domethënë te shkrimet e shenjta. Tani, arsyeja pse e thash këtë ishte nga që e dija se kolegu im nuk do ta merrte si një qortim personal. E admiroja të burr, dhe tani nuk dua të tingëlloj fare negativ në lidhje me atë që po bënte ai. Ai thjesht kishte një stil tjetër. Mirë po, kjo e bëri incidentin e dytë edhe më domethënës për mua. 1 apo 2 ditë më vonë, ai më tregoi diçka. Ishim duke ngrënë dhe ai më pyeti nëse mund të hanim bashk, pasi donte të fliste me mua. Ja se çfarë më tha. E kam humbur ndjesinë reale të pasionit ose fuqisë në predikimin e Biblës. Unë isha gati 25 vjet më i ri se ai dhe po e dëgjoja ndërsa ai më hapte zemrën me lot dhe më tregonte për zellin e tij që ishte zbehur. Sigurisht që është shpjegim tepër i thjeshtë, nëse do të thosha që fakti pse ai e hiqte mënjan foltoren çdo herë që fliste, ishte simboli një bindjeje të lëkundur në lidhje me përparsinë dhe fuqinë e shkrimit të shenjtë. Mirë po, në të njëjtën kohë, nuk më linte rehat dyshimi nëse heqja e foltores ishte, në fakt, thjesht një çështje stili ose preference. Nuk dalim këtu përpara që të mbajmë fjalime. Nuk ka arsye tjetër për ekzistencën tonë si predikues, përveç faktit që Bibla është një libër i gjallë dhe më imprehtë se çdo shpatë me 2 tehe, dhe se nuk ka pse ta mbrojmë. Ajo është në gjendje ta mbrojë veten e vet. Ne thjesht duhet ta vendosim përpara njerëzve. Tani, më lejoni të them edhe këtë në lidhje me këto gjëra. Organizimi i shumë prej ndërtesave bashkëkohore, përfshirë edhe këtë ndërtesë ku jemi tani, luan me rrezikun që burrat dhe gratë kanë ardhur për të dëgjuar nga njeriu dhe jo për të takuar me Perëndin. Ne i ndërtojmë platformat tona më shumë si skena sesa si foltore. Prandaj, unë po dënoj veten time të parin kur ju kaloni në atë zonë. Të paktën mund të them se kemi një foltore e cila është qendrore në vendin e saj. Mirë po, nëse shikoni me shumë kujdes, do të vini re se ajo është e vendosur mbi një mekanizëm dhe mund të largohet nga skena thjesht duke shtypur një buton, në mënyrë që dikush të mund të qëndrojë mbi hapësirën ku ishte foltoria dhe të bëjë diçka tjetër. Mendoj se është e domosdoshme që ta pranojmë dhe ta kujtojmë, dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin që ta pranojmë dhe ta kujtojmë. Se, kur mblidhemi bashkë si shoqëri e popullit të Perëndis, nuk e bëjmë që të kënaqemi me elokuencën e predikimit ose të kritikojmë mungesën e saj, por ne mblidhemi që ta dëgjojmë dhe t'ja vëmë veshin fjalës së Perëndis. Ne vim që të na këshillojnë dhe jo që të na argëtojnë. Nëse kishat ose pastorët e tyre nisin të mendojnë për vendin nga i jepen mesazhet një bashkësie si për një skenë, është pothuajse e pashmangshme që të mos shfaqen disa karikatura në lidhje me portretin e predikuesit. Fatkeqësisht, dëshiroj t'ju them se kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur, dhe se në kohën tonë, shtjelluesi i shkrimit të shenjtë është eklipsuar nga një larmi zëvendësimesh të trishtueshme. Zëvendësuesit e predikuesit ekspozues. Më lejoni t'ju them 1 apo 2 të tillë. I pari është nxitësi i tifozëve. Në vend të një predikuesi, ju keni një nxitës tifozësh. Ai vjen, është tip qëllimir, ka një nevojë të veçantë që ta pëlqejnë dhe ta pranojnë. Cili do qoftë konteksti i mesazhit të tij të caktuar, ai gjithmonë do të jetë frymëzues dhe pozitiv. Një ide e mirë për një nxitës tifozësh është ajo kur njerëzit e tij qeshin shumë, kur afirmohen dhe afirmojnë, dhe kur largohen më të sigurt në vetvete se sa ishin kur erdhën. Mirë po fakti, nëse ngushëllohen nga e vërteta e fjalës së Perëndis apo përulen nga prania e Perëndis, në të shumtën e rasteve harrohet, ndërsa i bihet pas të qenët i plot si njeri, gjë që ja zë vendin interesimit për shenjtërinë. Nxitësi i tifozëve, i cili është i interesuar që njerëzit e tij ta njohin Biblën, shpesh ja lë mësimin e saj grupeve të vogla ose studimeve biblike në shtëpi. Ai thjesht mendon se detyra e tij është t'i nxit ata dhe t'i përgatit për javën e mundimshme që i pret sapo të largohen nga ndërtesa e kishës. Përpasoj, ju shihni që delet largohen nga ndërtesa të nxitura, por jo të forcuara. Dhe kur kalorive të sheqerit, të cilat i morën nga pija e shpejtë të predikimit, u vjen fundi. Ata që ende kanë një farë oreksi frymëror, vazhdojnë kërkimin për një ushqim frymëror që i mban shpirtrat e tyre. Kjo ndodh nga që puna e duhur e predikuesit nuk është përmbushur. Zëvendësuesi i dytë është presti digjitatori.
Kur e dëgjojmë bashkësinë të deklaroj, a nuk ishte e mahnitshme ajo që nxori ai prej atij pasazhi, nuk duhet të hamendësoj menjëherë që ky është lajm i mirë. Me aq pak sa di unë për magjin, nuk kam se si të mos dalë në përfundimin që lepuri ishte aty përpara se prestidigitatori ta nxirrte jashtë, dhe arsyeja pse ishte atje ishte sepse ai e vendosi atje që të kishte mundësi për ta nxjerrë më pas. Ka disa predikime të papara në të cilat arsyeja pse ai e nxori ishte nga që e kishte vendosur atje më parë. Fatkeqësisht, nuk ishte fryma e Perëndisë që e vendosi atje. Ishte ai vetë, dhe pasi e kishte vendosur aty, ndihej i detyruar që ta nxirrte. Përpasoj, bashkësia tha: "A nuk ishte e mahnitshme ajo që nxori ai prej atij pasazhi?" Tani, kurdoherë që predikuesi refuzon të bëj punën e rëndë për të zbuluar se çfarë kuptimi ka teksti në kontekstin e vet, kur ai e veçon zbulimin nga zbatimi, atëherë mund ta bësh Biblën të thotë pothuajse çdo lloj gjëje dhe shumë shpesh kështu ndodh. Sërish, ju e kuptoni që kjo do të ishte diçka e keqe nëse bashkësia do ta kuptonte. Mirë, po shumë bashkësi janë mësuar me këtë gjë, prandaj nuk e kanë fare idenë se, në fakt, nuk po ndjekin një shërbes biblike. Ata mendojnë se, me që njerëzit po i referohen vazhdimisht Biblës ndërmjet historive dhe anekdotave, ajo që po ndodh është që ata po marrin udhëzime biblike. Ai burr mund të jetë thjesht një prestidigitator. R.W. Daly i referohet kësaj në leksionet e tij mbi predikimin, të cilat i dha për fakultetin dhe studentët e Universitetit Yale në vitin 1876. E mahnitshme apo jo? Kjo ishte pikërisht ajo që Dale po u thoshte studentëve në Yale 120 vjet më parë. Gjithmonë mendoj për hilet e atyre zotërinjve të zgjuar që argëtojnë publikun me numra shpejtësie, duke fërkuar një monedhë ari në duart e tyre derisa ajo të bëhet një kanarin, kur nxjerrin nga mëngët e xhaketave të tyre 5 apo 6 globe qelçi, gjysmë të mbushura me ujë, dhe në secilin prej tyre ka 4 apo 5 peshq të artë që notojnë. Sa për vete, më pëlqen të dëgjoj një predikues të mirë dhe nuk kam asnjë kundërshtim ndaj argëtimit me numrat e shpejtësisë nga një prestidigitator i Zotit, por preferoj që predikimin dhe numrat e shpejtësisë t'i mbaj të ndarë. Numrat e shpejtësisë të dielën në mëngjes, numrat e shpejtësisë në kish, numrat e shpejtësisë me tekstet e shkrimit nuk shkojnë fare me shijen time. E shihni që nëse dikush nuk ka një bindje të fortë që fjala e Perëndisë është e fuqishme në vetvete, do të detyrohet të bëjë diçka me të, ose do të përpiqet që ta mposhtë rezistencën e konsumatorit, për të cilën dihet se është detyra e tij. Kjo ndodh sepse ai mendon që ka një produkt për të ofruar, domethënë Biblën. Ai ka një konsumator dhe ky është klienti. Aftësia e tij do të bëhet e dukshme në mënyrën se si ai mund të arrijë ta shes produktin. Zëvendësuesi i tretë është tregimtari. Po i trajtoj këto gjëra në mënyrë arbitrare. Tregimtari. Ky burr e ka bindur veten se, me që të gjithë njerëzve u pëlqen një histori e mirë dhe me që ata janë më pak të prirur për të ndjekur shtjellimin e Biblës, ai thjesht do ta zhvillojë dhuntinë e tij të tregimit të historive dhe do ta shpërfillë punën e rëndë të ekspozimit biblik. Është e qartë që historitë ishin pjesë e mësimit të Jezusit. Sikurse e kemi mësuar edhe në shkollën e së dielës, shëmbëltyrat e tij ishin histori toksore me një kuptim qiellor. Mirë po, fakti që Jezusi përdori histori toksore me një kuptim qiellor nuk i jep predikuesit bashkohor lirinë për të treguar histori që nuk kanë pik kuptimi qiellor dhe asnjë dobi toksore. Kjo na ndodh të gjithëve. Do ta përmendim më vonë, nëse do të na jepet mundësia, kur të flasim për mënyrën se si bëjmë ilustrime. Mirë po, disa muaj më parë, po predikoja për diçka në Bibël, po predikoja që të mos jemi kritikues njëri ndaj tjetrit, apo diçka e tillë, apo që të mos i fusim hundët në punët e të tjerëve. Gjatë predikimit tim, papritur më erdhi në mendje imazhi një majmuni, imazhi asaj që bëjnë ata, pra që pastrojnë njëri tjetrin. Kjo është për të ardhur keq, por ata pastrojnë njëri tjetrin dhe kur gjejnë diçka, e nxjerrin dhe ja tregojnë majmunit nga i cili e nxorën. Ata thonë apo më saktë ua tregojnë: "Shiko se çfarë gjeta në kokën tënde", apo diçka të tillë. Kur e shikoni këtë gjë në video, ju thoni: "Shikoje pak këtë gjë në shëmtuar. Çfarë mendon se po bën ai duke i kontrolluar kokën?" Po ta shihte se si duket ajo nga këmbështrimi im, nuk do ta trazonte. Prandaj thash me vete: "Këtë bë kanë majmunët." Nuk e di nëse kisha kaluar 1 apo 2 javë, por po kaloja pranë tryezës së kasetave dhe munda të dëgjoj dikë që po porosiste një kaset. Personi po thoshte: "Ne duam predikimin me majmun, po kërkojmë predikimin me majmun." Ju rropateni në përpjekjen tuaj për ta dhënë mësim Biblën. Ju bëni egzegezën e shkrimeve të shenjta dhe njerëzit thonë: "Na jep predikimin me majmun."
Kur po predikoja nga 10 urdhërimet mbi domosdoshmërinë e vërtetësisë, tregova një histori të cilën e quajta Historia e picës $55, ku të ndova për të thënë një gënjeshtër. Pasi më ndaluan për herë të dytë brenda ditës, nga që po I jepja shpejt makinës dhe po kaloja nga pas picerisë Pizza Hut. Pastaj u thash njerëzve: "E dini çfarë? Mendimi im I parë ishte që po shkoja në dyqanin Dunkin Donuts." Pastaj e tregova historinë. Një zonjë erdhi tek unë një ditë dhe më tha: "Oh, nëse të jepet mundësia, tregojua të gjithë njerëzve këtu historinë e picës $55. Kjo është historia më e bukur që ke treguar ndonjëherë." Prandaj, unë e falenderova dhe I thash: "Hey, këtë po e them edhe për veten time, sepse e kuptojmë se kur japim një ilustrim, ne I bëjmë këto gjëra dhe për këtë do të flasim më shumë." Në fakt, Martin Lloyd Jonesi, nëse e keni lexuar librin e tij Predikimi dhe predikuesit, I cili sigurisht është përgjegjësi bazë për secilin prej nesh. Libri u botua në vitin 1971 nga shtëpia botuese Zondervan. Dhe kjo është e mahnitshme apo jo? Unë isha 19 vjeç kur u botua. E lexova atë vit. Atëherë mendova se ishte I mrekullueshëm dhe ende vazhdoj të mendoj se është fantastik. Megjithatë, në atë vëllim, ai I akuzon predikuesit skocez për një shtrembërim të ngjashëm në lidhje me atë që duhet të jetë predikimi. Ai thot se ata kanë një prirje për zbukurime dhe shprehje letrare në kurrizë të thelbit dhe përmbajtjes biblike. Ai vazhdon dhe thot: "Këta burra kishin një talent të veçantë letrar dhe pa e kuptuar ata, theksi kalonte nga e vërteta e mesazhit te shprehja letrare. Ata u kushtonin vëmendje të madhe aludimeve dhe citateve letrare dhe historike. Ata ishin eseist në vend që të ishin predikues." Tani, në atë mas që kjo mund të jetë një mangësi e përhapur mes skocezëve, juve që ju fillon emri me Mac, duhet të më dëgjoni me kujdes. Ne të tjerët mund të vazhdojmë si normalisht. Nuk dua t'ju luaj mendsh me këtë, por çfarë mund të themi në lidhje me argëtuesin? Argëtuesi. Në vend të një predikuesi, ai vendos të bëhet argëtues. Shpesh në ditët e sotme, kur të ftojnë për të predikuar diku, nuk merret fare parasysh fakti që predikuesi është pjesë e turmës që adhuron. Përkundrazi, ata ju çojnë në dhomën jeshile, siç e quajnë ata. Atje të ftojnë të çlodhesh në prapasken derisa të vijë koha që të bësh pjesën tënde. Nuk dua të gjykoj motivet e atyre që funksionojnë kështu. Megjithatë, e vë në dyshim legjitimitetin e asaj procedure. E them këtë për shkak se ajo krijon në mendjen e predikuesit një qasje që e kthen atë në një farë performuesi. Në vend që të jetë pastor, e bën më shumë si një yll skene, në vend që të jetë një adhurues. Dhe mendoj se krijon edhe një farë mjedisi në të cilin njerëzit vinë të ulen, të çlodhen dhe të vlerësojnë performancën, në vend që të kenë të njëjtin qëndrim zemre si shkrimtari I himnit, pra që të vinë dhe të thonë: "Fol o Zot, se të dëgjoni yti shërbëtor, fjalën tënde të hirshme po pres. Më fol me emër o Zot, le ta di që po më flet mua." Kjo e bën shumë të ndryshme një bashkësi që është mësuar të mendojë në këtë mënyrë. O Perëndi, ne vim në një ngjarje në të cilën ti ke vendosur të flasësh përmes fjalës sate. Tani të lutem që të më flasësh. E di që do të jetë Billi ose Fredi ose Georgi apo kushdo qoftë, dhe unë di shumë gjëra për ta. Di të mirat, të ligat dhe të shëmtuarat e tyre. Por di edhe këtë. Di që ti je një Perëndi sovran dhe që mund të përdori gomarin e Balaamit, prandaj je në gjendje të përdorësh edhe këtë mjeran që ka dalë përpara këtë mëngjes. Prandaj, bëje o Zot për lavdinë tënde dhe për të mirën time. Ka një ndryshim të madh mes kësaj dhe një personi që është ulur dhe thot: "E po, le të shohim sa mirë do ta bëj." Le ta vlerësoj me pikë nga 1 deri në 10 për gjatësinë, për humorin dhe për gjëra të tjera. Sa po dikush fillon e mendon në një mënyrë të tillë, do të fillojë të luajë rolin për audiencën dhe kështu bëhesh një argëtues. Mes viteve 1975 dhe 1977, kur isha asistent në kapelën Charlotte Chapel, dhe këtë u a them kolegëve të mi, jam I sigurt që po mendojnë se po e shpik. Në dhomën e veshjes, para se të diljen në foltore, nuk e di se si ishte, por ishte solemne. Dhe burri që ishte kujdestari I kishës, Zoti Koçran, një zotëri I gjatë, në çastin e duhur, I kërkonte pastorit dhe asistentit të tij, domethënë mua, që të çoheshim. Pastaj ai zgjatej, merrte furçën dhe fshinte shpinën e xhaketave tona, madje edhe pantallonat. Pastaj na kërkonte të rrinim në këmbë, na vështronte nga kokat e këmbët dhe thoshte: "Bukur." Kështu e vendoste furçën në vend, shkonte te dera dhe e hapte atë drejt bashkësisë. Dera ka vend për një çelës të vogël. Ndërkohë që ai e rrotullonte çelësin,
Shihte drejtorës së madhe që qëndronte përballë foltores dhe përpiqej ta kapte me përpikëri orarin ato 5 minuta të fundit. Dhe kur kishte edhe 20 sekonda derisa të shkonte ora 11 në mëngjes dhe 20 sekonda para se të shkonte 6:30 në mbrëmje, ai tërhiqej dhe thoshte: "Aha!" dhe hapte derën. Pastaj unë duhej të shkoja i pari. Jo, ju kërkoj ndjes, ju gënjeva. Derek Prime shkonte i pari. Ai dilte i pari. Ai qëndronte anash, më linte mua të ngjitja shkallët i pari dhe pastaj më ndiqte. Më pas uleshim të dy dhe ndalonim për një çast në lutje. Ju mund të thoni, sa shumë formalizma. Mirë, po kjo është shumë ndryshe nga ajo lloj shkujdesjeje që thot, shko dhe tregoj ju a qefin, e cila karakterizon 3 minutat e fundit para se ndonjërin nga ne të dalë në foltore. Hej, shko dhe tunde. Hej, forca, forca, forca. Eja, tregoj ju a vendin. Ç'është kjo, një lojë futbolli apo diçka tjetër? A e kuptoni se çfarë do të ndodh? A do të shkonit ju atje? Çfarë doni të thoni me shko dhe tunde? A e kuptoni se çfarë do të thot shko dhe tunde? Dua të them se duhet i trajnojmë njerëzit tanë që ta mbajnë barrën e kësaj pune për ne. Nuk po dalim këtu përpara për të treguar histori. Nuk po dalim përpara që t'i argëtojmë njerëzit. Nuk po dalim këtu që të bëjmë numra shpejtësie. Nuk do të dalim përpara që të përpiqemi ta mbajmë bashkësinë edhe një të diel tjetër e të shohim nëse mund të bëjmë diçka që do t'i kthejë ata sërish të dielën e ardhshme. Ne po dalim përpara që të themi: "Ja, qengji i Perëndis, ai që heq mëkatin e botës." Po, bëj mirë t'i kemi xhaketat e hekurosura. Bëj mirë që edhe këpucët i kemi të pastra dhe bëj mirë të jemi gati për çastin kur ai të vijë. Kur pilotët nisnin një avion nga luftania, dje isha me dikë që kishte qenë në luftën në Vietnam dhe që ka pilotuar vazhdimisht. E pyeta: Më trego se si e uli avionin në luftanie, për të cilin dikush më kishte folur më parë. Si u sigurove që të gjitha gjërat ishin në vendin e duhur? A mendoni se ai po e ulte dhe po e ngrinte avionin duke thënë: "Hej, më pëlqen të jem afër detit, më pëlqen të jem afër detit"? Jo, ai vepron sikur jeta e tij të varej nga kjo, dhe sikur jeta e gjithë të tjerëve të varej nga kjo, sepse kështu ishte në realitet. Derisa Perëndia ta bëj këtë të ndodhë në zemrat tona, ne do të kënaqemi duke dalë përpara dhe duke bërë gjërat e vjetra, ato që duam ne, dhe bashkësia jon as që do ta dallojë ndryshimin. Kjo ndodh pasi ju mësoheni me ushqimin me të cilin rriteni. Nuk do ta kuptoni kurrë që nuk keni pasur asnjë vakt për të qenë, derisa të shkoni te shtëpia e hallës në fshat dhe ajo t'ju jap diçka që ja vlen ta hani. Vetëm atëherë kuptoni. Ju thoni: "Ua, mendoja se po haja ushqim gjithë këto vite." Kthehesh dhe i tregon mamit: "Halla Flora, ajo po që bën qofte të mrekullueshme. Duhet ta provosh ndonjëherë recetën e saj." Zëvendësuesi tjetër i predikuesit është sistemuesi. Kam edhe një 2 apo 3 të tjerë. Sistemuesi. Tani po ju flas për predikuesin që e sheh tekstin e shkrimit të shenjtë thjesht si sfond për një leksion doktrinar, i cili thjesht dëshiron ta marrë Biblën dhe ta përdor atë për të shpjeguar diçka të cilën sapo e ka lexuar në një libër të trash diku, dhe ishte kjo që ja dha shtysën. Kjo nuk është krejt e papërligjur, por nuk është predikim ekspozues. Diçka e tillë ndryshon shumë nga individi që gjatë egzegezës së një pasazhi nxjerr prej tij elementet e doktrinës së krishterë. Dakord? Prandaj ka një ndryshim të madh mes egzegezës së një pasazhi dhe shtjellimit të doktrinës së krishterë që del prej tij. Nuk po flas për këtë. Po flas për një person që i bie fyellit në një vrim në lidhje me një doktrinë të caktuar të krishterë, dhe ai gjithmonë gjen një varg për të folur për të. Më kujtohet që vite më parë, kur isha ende në Maybole, në Ayrshire të Skocisë, pyeta një prej miqve të mi: "Çfarë bën të dielave në mbrëmje?" Ai më tha: "Po i predikoj bashkësisë sime mbi kalvinizmin. Po u flas për 5 pikat e kalvinizmit." Mendoj se më kujtohet që i thash diçka të tillë: "Nga cili pasazh po predikon?" Ai me pak fjalë më tha: "Në fakt nuk ka rëndësi. Unë thjesht po u jap atyre 5 pikat e kalvinizmit." E po, ai u dha atyre ato 5 pika dhe nuk kaluan as 5 minuta dhe ata e përzun nga kisha. Prandaj ai shkoi në Angli që ta provonte sërish. Njerëzit nuk presin të dëgjojnë për sistemet tona teologjike. Ata janë të etur për fjalën e Perëndis. Roy Clements i referohet kësaj si predikimi i parafrazave pohuese, për të cilin ai thotë se ka shumë gjasa që t'i mungoj përfshirja emocionale me tekstin. Më lejoni ta citoj atë nga Predikimi ekspozues në një botë postmoderne, Expository Preaching in a Postmodern World. Do të ketë fare pak ndjeshmëri ndaj zhanrit letrar. Pavarësisht nëse ai është apokaliptik,
poezi, narrativ, shëmbëltyr, gjithçka thjeshtohet në nivelin prozaik të një teksti teologjie. Kjo është një fjali madhështore. Pikërisht kësaj po I referohem. Gjithçka thjeshtohet në nivelin prozaik të një teksti teologjie. Ju po dëgjoni dikë të predikoj dhe I thoni: "Për çfarë bën fjalë kjo? Nuk po matrazon me të vërtet zemrën. Nuk po më bën të lidhe me tekstin e shkrimit të shenjtë. Nuk duket se ka rëndësi nëse ai është në një pjesë poetike të Biblës, te profetët, te kungjit apo te letrat. Gjithçka tingëllon një lloj dhe pa gjallëri." Clemensi thot se kjo ndodh nga që nuk bëhet asnjë përpjekje për t'i trajtuar si duhet aspektet lirike, dramatike dhe ironike të tekstit. Këtyre gjërave do t'u kthehemi sërish. Kur dëgjojmë një lloj predikimi të tillë, nuk e vëmë në dyshim vërtetësinë e tij, por e vrasim mendjen për faktin që I mungon pasioni. Edhe pse e dallojmë, dhe këtë do ta themi sërish, se sistemi teologjik I dikujt e ndikon pikpamjen tonë për Biblën, ne kemi nevojë që të punojmë fort për t'u siguruar që shkrimi I shenjtë sundon mbi sistemin tonë dhe jo e kundërta. Gjërat po bëhen paksa të mërzitshme, prandaj më lejoni që t'ju jap edhe 2 të tjera dhe pastaj do ta mbyllim. Një zëvendësues tjetër është psikologu. Këtë unë e quaj predikimi I US Airways. Në revistën e kompanisë ajrore US Airways ka një artikull të veçantë të cilin e lexoni kur udhëtoni. Ky artikull është shkruar nga një psikolog. Unë pothuajse e lexoj gjithmonë dhe pothuajse çdo herë është I dobishëm për mua. Kam mësuar gjëra të dobishme në lidhje me rritjen e fëmijëve, me trajtimin e mungesës së durimit. Shumë prej tyre nuk I kam zbatuar, por I kam mësuar. Dhe një herë më kujtoi që të blija lule për gruan para se të shkoja në shtëpi nga aeroporti. Por kaq kam mësuar dhe, sinqerisht, kaq duhet të na mësoj. Fatkeqësisht, shumë foltore bashkëkohore janë gjithnjë e më të mbushura me pseudopsikolog, të cilët kanë vendosur të bëhen përcjellës të ideve të dobishme. Shumica e të cilave mund të jepen pa ju referuar fare Biblës, dhe shpesh kështu ndodh. Këtu qëndron edhe hileja e kësaj gjëje. Nuk është se këta burra po përpiqen të jenë të ligj. Nuk është se ata duan që ta lënë më njan Biblën. Në fakt, po t'i pyesni, ata do t'ju thonë: "Ne po bëjmë një punë shumë të mirë me mësimin e Biblës. Ne thjesht kemi një qasje që thot plotëso vendet bosh. 7 parime për të qenë një babai I efektshëm. Plotësoi vendet bosh. 10 sfidat më të mëdha me të cilat përballen shiftet sot." Ju shkoni në bashkësi të tilla dhe zbuloni që ata po thërrasin një lloj si njerëzit në kohën e Nehemias, kur ata I thërrisnin Ezras. "Nxirre librin, sille librin, thjesht sille librin, për hir të Zotit na e jep Biblën. A mundesh të lutemi?" Gjithçka që sapo më dhe, mund ta gjej edhe në revistën e kompanisë US Airways. Po udhëtoja këtë javë dhe I pash të gjitha këto gjëra. Duhet të kemi qenë në të njëjtin avion, pasi ti sapo më the të njëjtat gjëra. Mos bëj lojra duke I lidhur gjërat me disa vargje biblike që të më bësh të mendoj se po jep mësim Biblën. Nuk po më mëson Biblën. Pastaj kemi atë rrezikun të cilit unë I referohem si predikimi lakuriq. Predikimi lakuriq. Mendoj se ishte një burr I quajtur Thailik, I cili thot se të predikosh me të vërtet, do të thot të vdesësh lakuriq. Pak e nga pak, çdo herë që e bën këtë, dhe që do të duhet ta bësh sërish nga e para. Nuk po flas për ndjesinë e cenueshmërisë, gjë që është një element I pashmangshëm I faktit që e investojmë jetën tonë në dhënien mësim të Biblës, por po flas për mënyrën se si foltoria është kthyer në një vend ku pastorët tregojnë mangësitë dhe rrëzimet e tyre. Kështu ata provojnë të jenë autentik. Ata kanë qëndrimin që thot: "Dua t'i tregoj bashkësisë sime se sa real jam." A thua se ata kanë nevojë ta bëjnë një zbulim të tillë? Ata kanë qenë me ne në shumë raste dhe e dinë se sa real jemi. Ata kanë pasur mjaft kohë për të dalluar që si ne, ashtu edhe ata, jemi mëkatar të shpenguar. Zakonisht predikimi nuk është vendi më I mirë për atë lloj mesazhi. Ne jemi tepër të zënë me shpalljen e ungjillit, me drejtimin e njerëzve te Krishti dhe me tregimin e historisë. Dua t'ju sugjeroj që nuk është e këshillueshme që ta përdorim kohën për të tërhequr vëmendjen te vetja dhe për të treguar historinë tonë. Kaq mjafton për këtë pikë. Mund të vazhdojmë të flasim për politikanin në vend të predikuesit ekspozues, për gurun e kohëve të fundit, ose për tipin që thjesht flet për hobet e tij. E keni iden, për atë tipin që predikon vetëm për muzikën rock dhe për eskatologjin. Nuk ka rëndësi se cilin varg të Biblës I jepni për të predikuar. I jepini një varg nga Zanafilla apo nga çdo libër tjetër I Biblës. Dhe, në qast, ai do të nisë të thotë: "Do t'ju tregoj për muzikën rock, dhe po dëgjova edhe një herë diçka të tillë, do ta hedh nga dritarja." Apo çfarëdo gjëje që mund të thotë ai. Pikërisht, kjo është arsyeja pse jemi këtu në kohët e fundit. Thuajini atij: "Mik, thjesht na shtjello Biblën për atë Zot."
Këtu jemi te Psalmi 34. Madhështojeni Zotin bashk me mua dhe të lartësojmë bashk emrin e tij. Ku e gjete eskatologjin këtu? E po, në fund të fundit, ne do ta madhështojmë emrin e tij pa qenë të përndjekur. Dakord? Mirë. E keni dëgjuar historinë e Campbell Morganit, pra të predikuesin baptist që ishte i fiksuar pas pagëzimit. Ai vazhdimisht i referohej pagëzimit. Një mëngjes, ai tregoi tekstin nga ato të predikonte. Ai tha: "Teksti im për këtë mëngjes është Zanafilla 3:9. Adam, ku je?" Pastaj vazhdoi: "Ka 3 vija të cilat duhet i ndjekim. E para, ku ishte Adami? E dyta, si duhet të shpëtohej nga vendi ku gjendej. E treta dhe e fundit, disa fjalë në lidhje me pagëzimin." E shihni, të gjithë po mbajnë shënim. Këtë e dim, nuk na thënë ndonjë gjë të re.